U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më temë në pjesën e dytë të emisionit ku gjithmonë kemi të ftuarit tanë special ku trajtojmë tema të ndryshme. Propozim ndryshimi i ligjit për arsim sipëror pas shumë filtrave ka dalë në diskutim publik si më meritor për vlerësimet e tij çdo mend janë universitetet si ato shtetërore dhe jo më pak edhe ato private. Një nga diskutimet e para ku u shqyrtua teksti i propozim ligjit për arsimin sipëror i organizuar me stafin mësimdhënës të Universitetit të Nën Tereza në Shkup. Njëri prej panelistëve e kemi në ritmin e ditës Aleksandr Petkovski, dekani i Fakultetit Juridik në Universitetin Nën Tereza. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Atëherë në përgjithësi si e vlerësoni tekstin e ri të propozuar për ligjin për arsimin e lartë? A sjell ai një frymë të themi reformuese? T'ju tregoj shikuesve në një mënyrë kuptueshme për secilin person. Unë mendoj se këtë ligj nuk ofron një frymë kaq shumë reformuese. Insistimi në ligjit është që të rritet publikimi e punimeve shkencore në ato revistat më të prestigjioze të botës. Prandaj insistimi në ligjit është të rritet dukshmëria, ose t'i shpjegojmë njerëzve me një gjuhë të thjeshtë, ne tash vrapojmë si arsim të lartë për 20 sekunda 100 metra. Okej? Shteti ka ardhur te akademiket dhe në ka treguar dëgjoni duhet pak të shpersojmë këtë kritere. Akademiket kanë shqyrtuar situatën dhe kanë para një vjet propozuar një propozim ligji shtetit në të cilën ne i tregojmë se okej, do të vrapojmë për 15 sekonda. Do të përmirësohemi 5 sekondja nga mesetarja që e kemi tash. Shteti u shqyrtua këtë propozim që akademia i ka dhënë shtetit dhe në kthen tash propozim ligjit në të cilën na tregon do të vraponi për 7 sekonda. Me kuptoni? Kjo është në një mënyrë plastike si gjendemi, në çfarë situatë gjendemi tani, momentalisht. Mund të na thuani sipas jush këto ndryshime gjithëpërfshirëse, a adresojnë realisht probleme me të cilat është përballur arsimi i lartë ndër vite? Në vend të parë kur flasim për problemet të arsimit të lartë, ne kemi një tendencë t'i definojmë problemi gjithëpërfshirës. Duhet pak të copetojmë ato ambienti arsimi i lartë. Ja për shembull unë vi nga Nën Tereza. Nën Tereza është një universitet i ri, i fundi i formuar shtetëror dhe ne ballafaqohemi me probleme tjera ekzistenciale në krahasim me një universitet sikur Kirilli Metodi ose Universiteti i Tetovës ose Universiteti i Evropës Juglindore i cili ekziston për 20 vjet me shumë ndihmë nga shtetet të Evropës dhe ashtu me radhë. Prandaj ne nuk jemi në të njëjtën situatë. Nga aspekti i Nën Terezës nuk adreson shumë prej problemeve që ne e kemi. Do më thënë nuk do t'jetë një çfarë lloj ndihme, po thjesht mund të themi që ju jeni ende një universitet në zhvillim dhe mendoni që ky ligj për arsimin e lartë do i bën dëm të themi Universitetit Nën Tereza? Universitetit Nën Tereza dhe universiteteve tjera, ja do t'ju shpjegoj në cilën nga cili aspekt do të bëj dëm. Kriteret rriten shumë në një mënyrë si është fjalla abrupt, në një mënyrë rapide, drastike. Në një mënyrë drastike, nuk ka një kalim gradual. Okej? Dhe tash, në arsim të lartë, në moment në Maqedoni, jemi përafërsisht 3.000, pak mbi 3.000 profesor. Në arsim të lartë, nuk e di nëse janë këtu përfshirë universitetet private, ama mendoj se jemi 3.000. Aty poshtë lartë, aty pas. Mendoj se jemi 3.000 vetëm ato publike.
prej atyre 3.000 publike, 60% e profesoreve janë profesor të rregullt. Dhe ata nuk i prek ligji. Profesorët të rregullt nuk kanë obligime për publikim të atyre punimeve shkencore në revistat me të prestigjioze. Prandaj, me kuptoni tash, 60% prej stafit akademik është larguar, mbetet 20% i cili në supet e veta duhet t'i kallon ato ngarkimet të cilet i ka parashikuar shteti, se duhet të vrapon për 7 në vend se për 15 sekonda. Me kuptoni? Kjo është problemi. Mund të na thuani se një nga debatet më të forta ka të bëj me autonominë universitare. Mendoni se ky ligj e forcon apo e cënon autonominë e universiteteve? Dëgjoni, të jemi sinqert edhe me ligjin e parë, ligji ekzistues që është tash në fuqi, autonomia e universiteteve nuk ishte kaq shumë lejuara ose të universiteteve. Shteti ka një merak të sundon pak kontroll mbi proceset që zhvillohen në universitete, ama me këtë ligji kjo tendenca edhe me tej shpersohet. Në cilën mënyrë, në disa nëne të ligjit, kemi situata kur është shkruar se ministri mund të anulloj aktin e rektorit. Ministri mund të, me iniciativa, me procedura të mbullon universiteti. Nëse nuk punon në përputhje me ligjit, normalisht asnjë ministër nuk do të shkon drejt për drejt që të mbullon universitet ose të bëjë diçka, ne e kuptojmë këtë. Ama pse ka nevoja për një gjasje e tilla, kur, hajde të jemi sinqert, unë jam profesori e drejtës administrative. Në shtet kemi inspektorat. Na kontrollon inspektorati për arsim të lartë? Na kontrollon. Kemi gjykata administrative? Nëse ministri ose shteti mendon se ne nuk bëjmë diçka në përputhje me ligjit, le të na lëshoj inspektorati. Inspektorati është në Nën Tereza, po thuaj se çdo ditë kemi musafir, me kuptoni. Tash e dim personalisht njëri tjetrin na kontrollon, po thuaj se çdo ditë nuk mund të heqim qafën nga kontrollimet e inspektoratit. Prandaj, nëse diçka nuk shkon, nëse inspektori mbullon se diçka është pa drejtë, ai e ka të drejtën të ngrit kallëzim drejt organeve shtetërore. Pastaj të shkojmë në gjykatën administrative. Prandaj ekzistojnë mjaft instrumenta, dhe tash pse edhe instrument tjetër për kontrollim, me kuptoni? Edhe një instrument tjetër. Tingëllon pak me shumë, nuk e kuptojmë pse ka shumë kontrolla. Dhe posaçërisht kjo është dukshme, përmes atij ekziston një trupi, komitet, ose si e ishte emri, Këshill e Universitetit. Tash në universitet, shikues se duhet të dinë se ne kemi fakultetet e menaxhon Këshilli Mesimor Shkencor. Kjo është të gjithë profesorët. Pastaj kemi rektor, i cili është paralel me qeverisë. Ai është sikur kryeministër, rektori, dhe ka Këshill të rektorit, të cilin është përbërë nga dekanet. Prandaj ne jemi qeveria, rektori është kryeministër. Dhe senati është parlamenti. Dhe nëse diçka qeveria nuk e bën mirë, senati është atje, kryeorgani të universitetit, që të na tregon, keni gabime këtu. Keni gabim këtu. Prandaj ne kemi mekanizma edhe të brendshme. Si funksionon një universitet. Shumë kontrolla, shumë shumë nivele të kontrollit. Profesor, mund të na thoni se ndryshimet prekin drejt për drejt edhe statusin e mësimdhënësve dhe profesorëve universitar. Çfarë konkretisht ndryshon për ta me këtë ligj? Si që kam treguar edhe me parë, për ata që kanë fituar statusin profesori rregullt, sipas ligjit nuk u ndryshon asgjë, ata e mbajnë
zgjedhjen në profesor të rregull derisa të shkojnë në penzion dhe ata nuk kanë asnjë obligim për prodhim të punimeve shkencore ose botimi e librave, vetëm e kanë normalisht obligim të mbajë mesimet, për të cilën ne merrim rroga. Ne jemi punësuar që të jemi mësues në vend të parë, jo që të jemi kërkues. Jemi punësuar që të jemi mësues, okay? Dhe për ato profesore që siç e kam përmendur, ata janë lënë anash, ama për të tjerat situata përkeqësohet nga disa aspekte. Ja për shembull, nëse keni mbaruar studimet e doktoraturës dhe doni të punësoni në universitet. Sipas ligjit të ri nuk mund të punësoni përveç nëse punësoheni si asistent. Prandaj ligji është dizajnuar se vetëm asistentët që do të jenë pranuar në universitete shtetërore të mund të kallojnë, të avancojnë në docent, në profesorin ordinar dhe ashtu me radhë. Kjo është një kufizim. Kufizimi tjetër që e ka ligji është se nuk ose me mirë të tregoj e fshi statusin e profesorit me korespondencë. Tash kemi doktorat e shkencave të cilët nuk punojnë në Universitetin Nën Tereza, punojnë në biznesi ose në administrata, ama ne i shfrytëzojmë për të ligjëruar një lënde, le të tregojmë, për person. Prandaj ata neve në ndihmon, për shkak se ne nuk jemi mjaft kuadro në momentin. Ja për shembull do të përmend, dhe kjo është shumë në dobi të universitetit tash në moment, ja do të përmend për shembull ne kemi programe kriminalistikës në fakulteti juridik dhe generali në penzion Muhamet Racaj, për shembull, ai merret me studentet me lëndët të cilët janë lidhura me përdorimi e armës, shtirje, trajnimi e studentëve, ai ka përvojë shumë të madh, me kuptoni? Shumë vjeçare. Dhe tash ne shfrytëzojmë DNA-n e generalit, të cilin neve na vjen shumë mirë, për shkak se ai e ka grumbulluar prej nevojës derisa ishte i punësuar dhe i aktiv. Dhe tash sipas ligjit ne nuk mund të angazhojmë generalin për shkak se fshihet statusi të profesorëve me korespondenca. Pse më ndodhet këtë situatën? Ndoshta ajo do të jetë një, të themi, në formë praktike, që studentët mund ta praktikojnë atë pjesën me generalin si që e keni ju në... Tash e mora generalin, mund të marrë njerëz prej biznesit, prej telekomi dhe ashtu me radhë, dhe ata janë në dobi për studentet. Me kuptoni, prandaj nuk e di, nuk ka një analiza, një argumentacion pse ndallohet kjo mundësi. Që është në favor të studentëve. Është në favor të studentëve, po. Mund të na thoni se gjithashtu do të ketë ndryshime thelbësore në kriteret dhe procedurat për avancimin në grada akademike? Po kjo është njëri prej ato problemeve qendrore që ne kemi dhe të cileve në fillim unë tentova t'i shpjegoj. Tash në momentin për shembull, që të avancosh, ka disa kritere, nuk është pa kritere. Për shembull, duhet të publikohemi për docent 4 punime shkencore, pjesëmarrje në konferenca, për profesorin ordinar 5, për profesor ordinar 6 punime shkencore, pjesëmarrje në konferenca, botimi i librit dhe ashtu me radhë, ka kritere. Nuk është se nuk ka kritere. Dhe tash shteti ka ambicje këto kriteret ti shtohet, ama fokusi i shtetit është në publikimi e punimeve shkencore të cilat janë në ato revistat shkencore me të përfollura. Dhe, për shembull, që të bësh profesor ordinar, nëse nuk gabohem, kishte kusht se 4 prej ato punimeve shkencore, prej 7 të cilët kërkohen, të jenë të publikuara në ato revistat me të përfollura shkencore. Dhe tash, ku është problemi me këtë? Tash ndoshta publiku do të tregon, abe ju jeni dembel, nuk doni të punoni. Me kuptoni? Se nuk është situata e tillë. Ne qëndrojmë pas
qëndrimet që shpjegojmë këtu, dhe do të shpjegojmë me argumente, jo vetëm pa argumente. Problemi është se dufisht në vend të parë ti duke je në presion se duhet të publikosh në ato revistat me të përfollura shkencore, nuk do të përkushtosh kaq shumë koha për ligjëdhënie. Ne jemi punësuar që të jepim mesim, jo për të përkushtuar në publikime punimit shkencor. Ato gjëra duhet të janë në një balans. Tash balansi prishet. Unë do të jem në presion që të mbaj punimin, që të mos humb punën, dhe çfarë do të bëjmë? Për shembull unë, e marr si shembull koleget, okay. Do të jem në presion dhe do të përkushtohem te fokusimi te publikimi e punimit shkencor, jo te ligjëratat dhe studentët, me kuptoni, kjo është një presion. Situata tjetër që vështirësohet është se në ato punimet, ato revistat me të përfollura shkencore, atëherë nuk është e lehtë të publikohesh ti. Dhe kushton para. Okej, ministerja në ka treguar se nëse publikoheni atje, ne do t'ju kompenzojmë. Për shembull, nëse është 2.000 euro që të publikoheni në një reviste shkencore, ministria do t'ju kthehen, shteti do t'ju kthehen parat, ndoshta pas një periudhë, ama okej, le të tregojmë, do të adresohet këto çështje, ajde parat nuk janë problem kaq të madh. Çfarë është problemi? Problemi është se në shkencat e sakte, shkencat natyrore, atje ato revista është shumë më e lehtë të xhasesh nëse je prej shkencave natyrore. Janë shumë më pak dhe shumë më të vështirë të publikosh nëse je prej shkencave sociale. Kjo është një problem. Dhe problemi tjetër çfarë është? Problemi tjetër është se të publikohesh atje, duhet të kesh një punim original. Dhe tash çfarë është problemi me punim original? Nuk është problemi me gjuhën angleze. Ne e dim shumë mirë gjuhën angleze, do të rrihemi me këtë. Ama unë që të publikoj një punim të ndërlikuar, duhet të jam pjesë e një projektit, me kuptoni? Prandaj ne si universitet e vogël, siç jemi Njën Tereza, fakulteti juridik 10 persona jam punësuar, unë jam dekan dhe në të njëjtën kohë semestrin e kaluar ligjërova 4 lënde. Kush ligjeron 4 lënde dekani në universiteti tjetër, ama unë jam detyruar që të mbullojmë lëndet. Me kuptoni? Ashtu, e keni pas të themi, keni qenë në një çfarë mënyre të detyruar. Dhe tash unë që të publikoj diçka, për shembull duhet të bëjmë një hullumtim shumë të madh në nivel shteti ose në nivel ministri. Unë nuk mund të bëj veten këtë. Duhet të jemi një pjesë kërkuesve, duhet ekip, ashtu. Dhe tash shteti nuk na tregon si do të formojmë atë ekip. Për shembull, tash unë vi këtu në MTV dhe të jemi me shembull. Unë do të flasim se sa menaxhmenti e MRTV-s respekton orarin e punës, e të punësuarve, okej? Dhe duhet të bëjmë kullumtim, sa persona jeni këtu, 2.000, 1.000? Ashtu diko, nuk je dhe në 2.000, 3.000, okej, 2.000, 3.000. Dhe tash ne duhet të bëjmë sistem, të bëjmë një pyetësor, të analizojmë, në vend të parë. Unë kur do të shkoj të drejtori, tash nuk kam asgjë kundër drejtorit, të menaxhmenti, okej, kur do të shkoj, si neve na pranojnë organet shtetërore. Ai Aleksandri tash do të më kërkon të bëjmë edhe një anketa, të punësuarët nuk kanë kohë, jemi në presion, me kuptoni? Ashtu, të kuptoj, kemi një ngarkesë plus. Dhe tash shteti nuk ma shpjegon mua si do të arrihemi që të mbledhim këto të dëna. Deri tek ai hulumtim për ta bërë si duhet. Që të kemi mjaft kredibile, mjaft serioze të dëna, që të mund të pranohet dhe publikohet në një revista e tillë në të cilin procesi i publikimit zgjat 1 deri 2 vjet. Tash me kuptoni, prandaj unë ju kuptoj sinqerisht se kjo kushtet nuk janë të arritshme në momentin ku gjendemi ne. Dhe ajde
të tregoj edhe diçka tjetër, më kuptoni fjallën, se pas 3, 4, 5 vite tash ndoshta ligji do të votohet. E dimi si është këto, politika për shtetin, do të ndihmon shtetin, tash ti shikon se shumica dërmuesve e profesoreve të tregonave nuk është mirë. Ne nuk e mbështesim këtë ligj. S'ka problem, shteti do të voton dhe ministria shkon për rreth dhe na tregon të neve mos kini gajle, do të je mirë. A më vërejtjet tje e kemi? Mos kini gajle. A i marim parasysh vërejtjet e profesorve, stafit akademik? Unë ju bindem se çdo gjë do të jenë në rregull. Unë ju bindem se pas 3-4 vjet, këtu përsëri do të flasim për problemet e zbatimit të ligjit dhe ndoshta nëse jo me këtë qeveri, me ndonjë qeveri tjetër që me e kuptueshme, do të në baz të fakteve, për shkak se tash nuk ka një periudhë si të tregoj të përgatitjes. Nuk ka një periudhë të përgatitjes, një eksperiment të shikojmë si do të funksionon dhe pastaj plotësisht të implementojmë. Ne shkojmë direkt në menurën maqedonase. Zbatimi i ligjit. Keni vrapuar për 15 sekonda, do të vraponi për 7, s'ka problem. A të mos përmend se ato kriteret, si është indeksi citimit dhe publikimi vetëm në Web of Science, ato kriteret nuk vlejnë për vendet në rajon. Ne duhet të matemi si pas rajonit, ne nuk jemi Luxemburg dhe Singapur, le të jemi sinqert. Nuk vlen në Shqipëria, nuk vlen në Serbia, nuk vlen në Greqia, ama Macedonia shkon për para, për 7 sekunda. Profesor, është diskutuar shumë edhe rikonkurimi për mbajtjen e titullit pas 7 vitesh. Pse ky propozim ka shkaktuar shqetësim tek të themi një pjesë e profesorëve? Dëgjoni, përsëri të jemi sinqert dhe nuk duhet të jemi negativ me çdo gjë që e përmendim. Zgjedhja në përjetshëm në statusin profesor ordinar është deri një nivel se shoqëria e ka filtruar një person prej asistent, docentin, ordinar dhe është një person të cilit shoqëria i beson. Ka një kredibilitet, ka një peshë. Dhe kur do të zgjedhësh në profesor ordinar, ai është personi të cili mund të kritikon situatat që ndodhet në shoqëri normalisht. Ai ka një përgjegjësi personale me statusin e vet, me çfarë ka punuar me parë dhe ashtu me radhë. Ama profesori nuk duhet të jetë prekshëm prej një qeveria ndryshon, partia politike ndryshon dhe tash nëse ka grindur diçka, ja për shembull me Levicën, kur Levica do të vinë në pushtet, tash do të bëjmë hak, do të marrim hakot. Hakmarrje. Kjo është logjika. Pse përjetshëm? Për shkak se kjo janë profesore me moshë 50 vjeçar ose mbi 50 vjeçar në rretana të rregullta. Dhe kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë, të cilit edhe unë e mbështes ligjin këtë, edhe ministreshën, të mos lejohemi se kur do të jenë zgjedhur në profesorin ordinar, tash të mos bësh asgjë. Ama, kjo gjë ka dhe menura tjetër se si të rregullon. Jo, nëse për 7 vite nuk zgjedhesh përsëri, me ato kriteret të shpersuara, humbesh pozitën e punës. Mbetesh pa punë. Kjo është shumë ashpër. Shumë ashpër. Ama duhet të butesohet pak se të kemi një... Të kemi një ndryshim të themi të ligjit pak a shumë në këtë drejtim? Dëgjoni, tash ne nuk e dim. Duhet të tregoj ose të shpresoj falenderim ministreshës se ka organizuar ato debate. Kjo është një përparim në menurën në të cilin është hapur debata, është publik dhe kjo është një hap të cili duhet të mbështetet nga neve akademikeve. Ama tash ne e tregojmë çfarë janë problemet e këtij ligji,
ajo në tregove se e dokumenton ato sugjerimet që ne e kemi, dhe tash kak fundi muajit përfundon një muaj për debat të cili është parashikuar për verejtjet rreth ligjit, dhe pastaj ministresha në ka treguar se do t'i nevojtet një jave ose një periud e tillë, dhe pastaj në web faqen e qeverisë kur janë postuar propozim ligjet, ajo do të poston ligjin, të shikojmë verzionin e përmirësuar. Tash pasi e shikojmë verzionin të përmirësuar, mund të komentojmë për shkak se kjo do të jetë verzioni përfundimtar të cilit qeveria do t'i dërgon në kuvent. Normalisht në kuvent zhvillohet përsëri procedura e diskusionit në përkomisione dhe në sesionet plenare, votimi dhe ashtu me radhe, ama kjo është një zhvillim e situatës rreth datumin në të cilin ministresha do të propozon, do të dërgon ligjin në kuvent. Në kuvent. Gjatë ditës së djeshme, Ministria e Arsimit ka deklaruar se të themi përshuarjen e studimeve juridike në universitetet private. Cili është të themi mendimi juaj rreth këtij të themi marrëveshje që është arritur nga Ministria e Arsimit me universitetet private? Kjo nuk është vetëm qëndrimi im, është qëndrimi me e gjerë edhe të kolegëve nga Nën Tereza. Universitetet private, sipas ligjit që e kemi tash, e plotësojnë kushtet për mbajtje të mesimit në fakulteteve juridike, okay? Dhe unë tash nuk e kuptoj pse, është pak e çuditshme, pse ti nëse je universitet privat nuk mund të mbajsh studime juridike. Nuk ka shumë logjike. Ligji vlen për secili në të njëjtat kushte. Ne që jemi fakultete shtetërore, ose ne si Nën Tereza në Shkup, ndoshta logjika tregtare do të jetë se duhet të jemi lumtur se do të mbullon një ose dy universitete private me shumë studente do të kemi për ne. Por kjo nuk është logjika e drejtë. Ne ndeshemi në tregun, disa do të zgjedhin Nën Terezën, disa do të zgjedhin Universitetin Ballkan ose Universitetin Fon. Atje ka profesora shumë të mira, disa prej tyre edhe neve i shfrytëzojmë si profesor të titulluar ose profesorë nga jashtëm. Për shembull, hajde tash të mos përmend emra direkte, ama për shembull profesoresha Zinete Asani, e cila është nga sferën e të drejtës civile me përvoje 40 vjeçare. Tash ajo ligjeron në fakultetin Fon, edhe ne e shfrytëzojmë studentet, kanë fjale shumë të mira, janë shumë të kënaqur nga puna e saj. Me kuptoni, prandaj nuk e di pse kjo intervenim kur edhe universitetet private e respektojnë ligjit, paguan tatimin dhe ashtu me radhe, nuk e kuptoj këtë gjë. Profesor, a mendoni se ky ligj mund të kontribojë në një rangim dinjitos të universiteteve tona në listat dhe vlerësimet ndërkombëtare? Dëgjoni tash, nëse mbetet kjo presion se duhet të publikoni ose do të humbni pozitën në universitet, pa tjetër do të ketë një rritje e dukshme, do të jemi në presion, do të fokusohemi atje, dhe do të publikohemi diçka. Fakti se studentët do të humbin diçka tjetër, është muhabeti tjetër, ama tash pyetja është, a do të rritet dukshmëria? Do të rritet dukshmëria, ama ajde të tregojmë, të shpjegojmë shikuesve se unë mendoj se qeveria ka synim se universitetet tanë të rriten dukshmërisë kaq shumë se të rankohen në 1.000 universitetet të botës në listën e Shangajt. Okej.
Tash ne nuk jemi rënguar. Asnjë universitet nga Maqedonia nuk je rënguar nën 1000 të botës. Nga ish Jugoslavia, mendoj se vetëm Universiteti i Zagrebit, Zagreb, Ljubljana, Beogradi, nuk jam i sigurt se a janë tash në listën, ama ta janë rënguar me të mirë. Okej. Dhe tash ministresha ka treguar në një preja debateve që e kemi, se nëse një universitet publikon, mendoj se ishte 120 punime në ato revistat me të përfolura shkencore, atëhere do të hunë në listën 1000 të universiteteve me të përfolura. Tash nuk jam i sigurt me numrat, jo 100 punime, mendoj se është me shumë punime, se duket, tash, ndoshta do të bëj një hutim nëse të regoj 1000, ama ishte një shifra shumë të madh. Shumë e madh. Dhe tash, për universitet sikur Kirill i Metodi, Universitet Kirill i Metodi, që ka 2000 profesor. Okej? Ndoshta se cili profesor të shkruaj ose gjysma të shkruaj një punim për vit, do të rriten deri shifrën 1000 punime. Okej, cool. Për universitet sikur Nën Tereza, që ka 80, mbi 80 ligjerues, okej, një profesor duhet të shkruat sa punime? 10. Në realitet, një profesor e cili ligjeron, bën punime administrative dhe tjera, nuk mund të shkruaj me shumë se 2, maksimum 3 punime shkencore në një vit. Unë e flas këtë në bazë të përvojës, jo në bazë të... Prandaj, si do të arrihet këtë shifre? A do të rritet dukshmëria? Jo, nuk është të rritshme. Profesor, mund të na thuani për në fund sa është i gatshëm Universiteti Nën Tereza për zbatimin e këtij ligji? Po kjo është problemi me të cilën unë ju njoftoj publikun edhe juve gjatë këtij bisede. Se ne jemi universitet me 80 profesor. Universiteti i Tetovës është me 350, ose 350 është Goce Delqev. Universiteti i Tetovës mendoj se 400 diçka. Universiteti Kirill 2000. Okej, askush nuk e ka fajin që ne jemi me 80, ama çfarë është porosia? Ne nuk jemi në situata të njëjta. Ne para 2 vjet akoma këtu të shprehim falënderim komunës e Çajirit dhe shkollën Kongresi i Manastirit, e cila në ka lënë një pjesë e hapësirës që të mund të mbajmë mësimet. Okej, tash shteti na ka dhënë kampusin. Pjesën atje tash kemi vetëm një ndërtese, për shembull fakulteti juridik ka vetëm një zure. Zura e dekanit, zura e profesorëve është e njëjta. Kemi një zure si fakultet. Ne punojmë me entuziazëm dhe ashtu me radhë. Shteti tash do të investohet në ndërtimin e kampusin të ri të Nën Tereza. Super, ne e përsërisim këto, faleminderit shumë, pa tjetër. Ama neve si Nën Tereza në nevojtet edhe disa vite pa këndime që të strukturohemi. Me kuptoni? Pasi të strukturohemi, pastaj ejani, në vleresoni, në gjukoni. Let ju vini inspektorati. S'ka problem, pasi të përfundojmë këtë fazë të rumbullakësimit të temelimi siç duhet, okej? Pastaj, ne jemi në këtë fazë. Kirill i Metodi ekziston pothuajse një shekull, është në faza tjetër, me kuptoni? Ka tjetër disa vite ekzistencë. Nuk jemi në të njëjtën nivel se të mund të matemi. Edhe dekani e juridikut në Kirill është dekan, edhe unë jam dekan, jemi kolega. A jemi një të njëjtë? Sikur prezidentja e Makedonisë dhe prezidenti SBA-ve. Janë prezident, ama duket të jemi me kuptoni logjikën. Jo, ju kuptoj plotësisht. Unë, profesor, ju falemnderoj shumë dhe ju përgëzoj që flisni kaq bukur gjuhën shqipe së pari. Kështu që dhe për në fund, si e keni mësuar për gjithë shikuesit tanë gjuhën shqipe?
Dëgjoni, unë isha pjesë e një organizatës jo qeveritare, qush prej vite, para 25 vite, quhej Nansen Dialog Center, jam prej themeluesve e tyre, dhe ne ishim një grup e njerëzve të rinj, të cilit besuan se ne në Maqedoni patjetër mund të jetojmë bashkë, dhe gjuha është një mjetër për komunikim, nuk është asgjë tjetër, dhe nuk duhet të politizojmë kaq shumë këtë çështje, dhe çdo shtet është shtet artificial, nuk ka shtet natural. Me kuptoni, ne kemi du popuj me një numër me të mat, ndoshta në disa shtete tjetër, le të tregojmë sikur Shqiperia, ato pakicat janë në numër me të vogël, ama kjo është problemi problemi shtetëror. Dhe ne duhet të zgjedhim këto probleme, si do të komunikojmë, si do të jetojmë bashkë, vetë. Dhe kjo është e motivimi të filloj të mësoj gjuhën shqipe qysh atëhere, dhe tash për fat të mirë, jam në një retana kur kam mundësi që të shfrytëzoj në bazën ditore. Është shumë me rëndësi për një gjuhë, dhe e kuptoj këtë gjë për çdo mësues e gjuhës, që të jenë në situata të përdor gjuhën në bazën çdo ditore. Nëse nuk përdoret gjuha, humbet. Pikërisht. Ju faleminderit edhe një herë profesor, që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës, dhe përgjith në fund për mesazhin që dhat pikërisht për gjuhën, se prej gjuhëve nuk jemi humbas. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe ju.